Do të bisedoj me analistin politik Selatin Ratkoceri për të vështruar ditën e djeshme, por jo vetëm, gjithë atë që ka ndodhur në Kosovë që nga shkurti 2025 pas zgjedhjeve, për fitoren e vetëvendosjes, për pyetje nëse është fitore e demokracisë apo shkatrimi i saj, rrezikimi i saj, megjithëse ka shumicë absolute, nëse Kosova po shkon drejt një stabiliteti institucional, apo pushteti bëhet gjithnjë më i centralizuar. Zoti Ratkoceri, faleminderit që erdhe sot. Faleminderit për ftesë. Unë thënë të drejtën, sa kam lexuar në lidhje me qeverisjen udhëheqjen, është shumë e rrallë që një pushtet të shtoj votat pasi ka qeverisur për të paktën 4 vjet, sepse pa bërë diçka që dikujt nuk i ka pëlqyer është e pamundur. Dhe ata të paknaqurit ndëshkojnë me votë, që do më thënë është vështirë që një pushtet pas një qeverisje prej 4 vjetësh, 5 vjetësh, të marrë barabart ose më shumë vota se në zgjedhjet e para. Në anën tjetër, në Kosovë, qytetarët vazhdimisht për këtyre viteve të fundit janë angu për varfëri, e cila po thellohet çdo herë më tepër, për çmimet çdo herë më të larta, shërbimet që nuk janë në nivelin e duhur e të kërkuar, por në njëjtën kohë njëjti qytetar voton partinë që ka pasur pushtetin e që do duhet kishte rregullu këto që na mungojnë. Pse ky paradoks? Po, në kohën kur kemi një opozitë të pa organizuar, pa narrativ, pa guxim dhe pa alternativa, vjen një fitore e tillë absolute. Edhe pse gjithçka ishte në favorin e partive ish opozitare, por mendoj që mu përfajnë e tyre, pa organizueshmërinë e tyre, ishin shumë jo proaktive, kopjuse në atë që bënte Albin Kurti, dhe në një farë mënyrë kopjanin gjithçka që më herët Albini ka fituar zgjedhjet, duke luajtur në disa politika sociale, siç janë paga minimale, ndihmat sociale, pagat në sektorit publik, ndihma nënave lehona, ndihma fëmijëve, edhe ata filluan të përdorin të njëjtën gjuhë, edhe ja e kemi rezultatin. Të gjitha analizat, të gjitha sondazhet e mbrëmshme nuk e kanë dhënë këtë rezultat asnjëherë. Diçka që ka rënë në sy ka qenë ardhja masive e diasporës në votim drejt për drejt në Kosovë. Ajo mendoj që jo vetëm që ka dhënë votën ata vetë, por ata kanë ndikuar në familjet e tyre. Si kanë ndiku? Kanë ndiku sepse ata vinë familje, kanë vëllezër, motra, meq lidhje familjare, dhe në emër të solidaritetit gjujnë, shpërndojnë lek të dvarfërit e Kosovës, të që jemi shëndru shumica e popullatës, popullat me varfërit skajshme, tani më veç e shohim 30% e popullatës janë në asistencë për ndihmuar në faturën e energjisë elektrike. Kjo të regon se ne 90.000 qytetarë nuk janë në gjendje të paguajnë 800 kWh energji që i hargjojnë, sepse ata që kanë të kufizuar, dhe shteti ju del në ndihmë. Kjo nënkupton që varfëria në Kosovë është rritur në masë dukshme. Derisa para 4 vitesh i keshim vetëm 40.000 qytetarë, tani i kemi 90.000. Kjo po tregon se ne po shkojmë drejt një varfërie të përgjithshme të popullit tonë. Andaj Albini shfrytëzoi të gjitha resurset shtetërore, bleu votën masovikisht, duke shpërndar para në prag të zgjedhjeve,
dhe me atë është forma më e skrupullt e manipulimit edhe vjedhjes vote së qytetarëve. Dikush mund të thotë se nuk blehet vota me 100 euro. Po nuk blehet vota me 100 euro të shtresa mesme dhe të shtresa e lartë e shoqërisë. Por ne i kemi dikon 150.000 pensionistë të cilët kanë përfituar nga që kjo skema e fundit nga 100 euroshi. Dhe kemi qindra mira prind të cilët kanë marrë nga 100 euro për fëmijët. Sidomos ajo pjesa e rend sociale që kanë shumë fëmijë, ata kanë marrë 500-600 euro këtë muaj. Dhe kjo sigur jam i bindun që do të ta bind atë që kur të shkoj te kutia e votimit, edhe nëse ka qenë militanti ndonjë partie tjetër, do të votoj. Prandaj themi ne në këtë rast do të themi se vetëvendosja fitoj pa bërë asgjë, fitoj pa investuar asgjë, fitoj pa rregulluar asgjë, fitoj me një infrastrukturë të shkatruar, fitoj me një arsim të kollapsuar, fitoj me një shëndetësi në gjendje mizerje, edhe me para kollapsit energjetik. Krejt këtu janë. A i shkatroj e i kollapsoj Albin Kurti, vetëvendosja, për këto 4-5 vjet e diçka të pushtetit të tij, apo i gjetit njëjti nivel? Ja, nuk i gjetit njëjti nivel, sepse na kujtohet mirë kur qeverit tjera kishin projekte për investime në sektorin energjetik, edhe atë me kapacitete të jashtëzakonshme 2000 megawate ma tepër, por pengesat kryesore në atë kohë vinin nga Albin Kurti dhe shoqëria civile, konkretisht Luan Shllaku, dhe nuk arritëm të investojmë asgjë në sektorin energjetik. Dhe mu për shkak të atyre pengesa që kryuan atëherë, por edhe ma vonë, kur veç me në fond u fitua një projekt në qeverin e Ramush Haradinajt, ishte në pyetje investimin në një termoelektron 500 megawatt, dhe u caktu edhe punë kryesi, kontrol global, dhe këta zotërit e përzun, i dha 20 milion euro dëm shpërblem për shkak se nuk e pranuan atë ofertë, dhe ne sot jemi në gjendje të mjeruar që këtyre ditëve s'ka fshat në Kosovë që s'ka pas me 12 orë në dite reduktime. Edhe qyteti sigurisht lagjet saktura qytetit. Prandaj themi se fojnë, këta e gjetën një infrastrukturë të mirë, i gjetën 2 autostradat të mira, Ibrahim Rugova dhe autostradën Orber Gjaferi, gjetën shumë rrugë në përfshatra, gjetën gjithçka në infrastrukturë të rregulluar, edhe pse qeveritë e kaluara i ka karakterizuar një korrupsion masiv që zotëri Kurti e ka shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe ajo edhe sot po e përcjell opozitën e cila nuk po mund të lirohet nga ajo dobësi të cilën e ka pas në të kaluarën. Dhe ky po shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe pse unë mendoj që në këtë qeveri është duke vjedhur janë më të korruptuar se gjitha qeverit e mëhershme. Mirë, po 49, gati 50% e të shohim se si do tjetë edhe me votat e tjera që numërohen më vonë. Gjysa popullit po mendon ndryshe për këtyre fjalëve që that ju edhe që kanë thënë shumë të tjerë personalitete që mbikëqyrin shohin nga afër veprimet ose mos veprimet e qeverisë. 50% që i popullit. Për fat, popullit nuk e kemi në nivelin e dëshiruar, nuk janë në gjendje të bëjnë analiza edhe të shohin vërtet si e kemi gjendjen, e sidomos diaspora, e cila ka ardhur masovikisht, thuhet që mbi 400.000 nga diaspora kanë ardhur dhe prej tyre 15% kanë dhënë votën, 15% kanë ndikuar në rritjen e rezultatit zgjedhor, dhe kjo i bie që vetëvendosja nga elektorati vendor dikon do ta kishte përqindjen 35%. Edhe krejt sondazhet e kanë dhënë atë, por ndryshimin e madh në këtë rast e ka bërë diaspora, e cila mendon mu për shkak të Mitrovicës, për shkak se
atë gjithë kohën është thënë se e kemi fituar sovranitetin, e kemi çliruar Mitrovicën, Mitrovica tani është e bashkuar, në të vërtet Mitrovic sot i kemi kryetarët e kthyer serb, i kemi gjitha të hequra, gjitha simbolet e shtetit Kosovës në për zyrat e administratave komunale, ato do të thehen u betuan, i morën detyrat me simbole. U betuan dhe për shkak se i morën detyrat ata, edhe Bashkimi Evropian i zbuti masat ndaj nesh. Po i zbutim, mu për atë arsye i zbuti masat, por ata menjëherë pas asaj i kanë zhvendosur, i kanë hequr gjitha simbolet e Republikës Kosovës, edhe presidenten, edhe fotografinë e presidentes, e kanë vu fotografinë e presidentit Vučić, dhe tani do t'i kthejnë gjitha institucionet me policie, me gjithçka që kanë pas në Mitrovic do të kthehen dhe do të realizohet aneks marrëveshja e Ohrit e cila është e pranuar nga Albin Kurti. Aty kemi autonomi substanciale, aty kemi institucione ekzekutive, Mitrovica do të ketë kryeqytet edhe do të jetë një lloj mini qeverie e vogël edhe me resore ministrore. Kjo është sovraniteti, kjo është sovraniteti Mitrovicës e Veriut. Kur dikush garon për pushtet, zoti Rajt Koceri, bën fushat edhe promovon punën e vet, ka njerëz eksperta që paguan edhe për t'i zbukuruar pak fjalët që të shesësh mallin çmimin sa më të shtrejt mundshëm. Në këtë rast, të mbledhësh sa më shumë vota që mundësh. Atëherë, apo i bie se vetëvendosja di me bo fushat, edhe opozita s'ja ka haberin se si bëhet fushata. Shumë e vërtet. Në këtë rast... A ka rëndësi e vërteta ose e pavërteta në këtë rast? Apo vetëm qëllimi? Mashtrimi. Kush është ma jaftë mashtroj, të gënjej ma tepër. Në këtë rast ne patëm një alternativë, për shembull, zotin Hamza, një teknokrat, por jo politikan, dhe u mundua bëri diçka, por jo mjaftueshëm sa për ta. Në anën tjetër e kishim Lumir Abdigjikun, i cili ishte një kopje e zbet e Albin Kurtit, dhe ja ku e përmuni rezultatin në 13%, edhe partinë regionale të AK-s, e cila nuk mund më të shkoj tutje. Në këtë rast, zoti Abdigjiku dhe zoti Ramosh Haradinaj duhet të dorëzojnë partinë në kuadro tjera, në kuadro më të reja, në kuadro më... Po, sigurisht se kanë, terrenet i kanë brenda listave, kanë intelektual të shquar, kanë njerëz vërtet teknokrat fort, për zotin Hamza, por edhe politikan fort. Politikan jo, nuk është zoti Hamza, por partia ka, por edhe duhet ato familjet klanizuara, ato partit klanizuara, kryesit të klaneve familjare, nuk duhet, pastaj ja kanë bo parti regionale. Derisa dikur për DK-ja nuk ishte regionale, tani edhe për DK-ja është ndërru sigur AK-ja, parti regionale e Drenicës dhe krejt pjesa tjetër. Megjithatë, vetëvendosja është e shtrirë në tër Kosovën, atje prej Anamarovës, e Rrafshit Kosovës, Ndugaxhen i fitoi gjitha komunat dhe tani harta Kosovës është e tëra, e kuqe, dhe për këtë duhet ta urojmë lëvizjen vetëvendosje, duhet të urojmë Albin Kurtin, t'i formoj institucionet, ta formoj qeverinë sa më parë, ta aprovoj buxhetin dhe të ecë tutje, sepse nëse stagnojmë edhe për një kohë, siç kemi bërë gjatë 8 muajve, 9 muajve të fundit, vërtet Kosova do të jetë në hall, edhe Kosova do t'i ketë punët shumë keq. Çka do të thënë kjo harta që po flisni ju, gjithë Kosova ka marrë ngjyrë të kuqe? Tani, kemi 10 komuna, se kjo nuk krahasohet me zgjedhjet komunale, po të shohim rezultatin sipas komunave. Kemi 10 komuna në të cilat për kuvendin e Kosovës më shumë të vota ka marrë lista serbe. Janë 10. Pastaj i kemi 2 mund qendër të Kosovës në Drenicë, që janë PDK-ja, dhe 1 në Deçan AK-ja, si dhe Mamusha, partia turke.
Gjitha të tjerat shumicën ka fituar lëvizja vetëvendosje. Jo gjitha të tjerat ka fituar lëvizja vetëvendosje. Dhe kjo vërtet është e keqe për demokracinë. Pse është e keqe për demokracinë? Sepse demokracia përcaktoi kështu. Vota e lirë e qytetarit. Absolut, s'kemi pas votë. Procesi s'ka qenë demokratik? Procesi mendoj që ka qenë demokratik, po para procesi, fushata, edhe krejt veprimet që janë bërë, në të kaluarën nuk janë demokratike. Nuk është demokratike në prag zgjedhjesh të ndosh lëmosh për një kategori të caktuar qytetarëve, ajo kategori në Kosovë nuk është e vogël. Nuk është demokraci. Nuk është demokraci ajo që bëhet vazhdimisht në prag zgjedhjesh ju ndohen studentëve para, ndihma sociale. Nuk është demokraci gjithçka që veprohet përveç fjalorit të zbutur demokratik që e ka pasur dje në prezantim para medjave, nga zyrat e veta, por edhe para qytetarëve, vërtet ishte edhe ajo lë për të dëshiruar. Është e mirë që erdhe një fjalim i tillë për të mos u përsëritur ajo e shkurtit, por kjo tregoi se Albini ishte i kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve që as vet nuk e ka prit dhe tani presim që se ka prit, thua? Ja, nuk e ka prit në asnjë mënyrë. Ai ka ditë, për atë arsye ka qëndruar më shumë jashtë, edhe për atë arsye ka derdh paret më për të ardhur, ju ka paguar njerëzve, ju ka paguar qytetarëve rrugën, shpenzimet, naftës, aeroplanin, ka paguar sa ka mujt, sepse financat momentale më të mëdha i ka Alianca, jo vetëm formën që i takon në bazë numrit të deputetëve, por në format e blerjes të energjisë, Martin Berishaj e krejt forma tjera të korrupsionit e vjedhjeve të mëdha të cilat bëhen në qeverinë Kurti dhe ato për çudi heshten nga opozita përveç nga ndonjë analist i cili i zbulon edhe i prezanton në media. Përndryshe opozita vërtet ka qenë dopt, edhe kjo opozitë për shumë një kohë gjatë nuk do të jenë gjendje ta mund Albin Kurtin. Tani, aja bëri pra argatin opozita vetëvendosjes? Me qëllim a pa qëllim? Po që dhe det fushata sa kishim e kom vlerësu se nga jo fushate e opozitës nuk do të kemi asgjë. Shihja të bimet e vogla në përfshatra, njerëzit të hutuar, nuk kishin ndonjë entuziazëm, vërehej që qytetarët nuk janë të kënaqur me veprimet opozitare, andaj u pret që të fitojë një njeri autoritar dhe urojmë edhe dëshirojmë që mos të kalojmë në gjysmë diktaturë, sepse në autoritarizëm që kemi kalu 4 vjet e gjysmë, 5 ishte kënë pushtet, por rrugën jemi duke e quar drejt një autoritarizmi të plot apo gjysmë diktature e cila do tjetë e kopshme për popullin e për shtetin e Kosovës. Mirë, ku dështoj konkretisht opozita? Nuk diti të zgjedh liderët më të mirë, nuk diti të artikuloj mesazhin për qytetarët, nuk e pati programin e mirë, apo nuk pati qasje prezantuese për para votuesve. Çka patën mangut? Opozitorët kanë 2 program, i kam lexuar 2 edhe të Partisë Demokratike edhe të Lidhjes Demokratike, kanë programe të mira. Por ato programe qytetarët tonë për fat keq një faqe nëse ja vje përpara nuk e lexojnë. Nuk janë njerëz tonë që lexojnë program, edhe njohin program edhe dinë çka prezanton ai program. Andaj o dosht gjithsesi opozita që atë program s'poku ta përkthej, ta zbërthej në disa pika kryesore në arsim, sepse secili prind, secili gjysh, sot e din që arsimi publik është në zgërps të ekzistencës, është në gjendjen e mjeruar. Secili qytetar që ka rast të shkojnë në spitalet
e Kosovë, e Prishtinës, në spitalin e Prishtinës, atë do ta gjej dëshpërimin, sepse aty për një operacion të thjesht i thonë me prit 5 vjet dhe detyrohet ingrati qytetar të shkojnë në për ordinanca private, në për spitale private dhe të kryej operim. Shumica e qytetarëve tonë janë në këtë gjendje, ose të kërkojnë ndihmë, dalin në rrugë disa shoqata dhe të kërkojnë ndihmë për operacione të ndryshme. E shohim mirë infrastrukturën se çka na ka ndodhur me rrugët e, nëse marrim rrugën për Gjakov, e shohim se çfarë rrugë kemi atje. Nëse marrim rrugën për Mitrovicë, gjithashtu e shohim se çfarë gjendje të mjeruar janë rrugët. Edhe një rrugë e Podujevës që ka 3 vjet na kanë bajt me atë rrugë, sot e kemi në gjendjen të mjeruar. Një ditë kam shku për kurreshtje në autostradën e Gjilanit. Ashtu si e kanë marrë para 5 vjete, pa prek asnjë lopat ndërtim të ri. Rruga për Ferizaj, për Shkup, është në gjendjen e mjeruar. E kanë filluar edhe rrugën e Lipjanit në Zherem, hyrja e tranzitit, katastrofale. Gjithçka është keq dhe kjo opozit mos të arrit të artikuloj krejt këto defekte qeveritare. Diplomacinë mos të përmendim. Jemi në gjendje mizeri. Ambasadat i kemi gjendje katastrofale. Pak më herët thatë se kanë ekspert mrekullueshëm. Po nuk ju japin. Pse nuk ditën nuk ju japin që hapësirë. artikulojnë këto edhe ti prezantojnë para votuesit që ndoshta do ta kishin rezultatin pak më ndryshe, sidomos LDK-ja në nivelin që ka rënë nga rezultati i djeshme, rezultatet e djeshme, PDK-ja e ruan një lloj pozicionimi të vetit. As pesimisti më i madh nuk ka llogaritur që LDK-ja do të bjen në këtë gjendje. Ku i kanë pra këta ekspert? I kanë, po i kanë pasiv. I kanë ekspert, listat i kanë plot ekspert. Po lista, nëse keni bën një analizë të vetëvendosjes, me qenë se unë e një mirat atë strukturë, 40 kandidat për listë deputetëve janë me shkollat mesme, tipit të Agim Batirit. 40. Llogaritë tash, zoti Bakia, çka ndodh kur pjesa elitare, pjesa e lartë, e sipërme, e listës për kandidat, apo të gjithë ta, 110-shi, të gjithë do ta kenë një vend. Por ai 40-40 fundit, 40 fundit, ata shkollarët e mesëm, ata do të mbeten në kuvendin e Kosovës. Ata do të merren me ligjet, me legjislacionin, me bordet, ata do të merren me çështje transishme të shtetit, marrëveshje ndërkombëtare, njerëz me shkollë të mesme, që si dinë as çka janë marrëveshje ndërkombëtare, që s'dinë asgjë, ata do ta kenë shumicën e deputetëve të Republikës Kosovës. Sepse pjesa intelektuale, teknokrate, nëse e ka vetëvendosja, ata do të kalojnë në ekzekutiv, në resore ministrore, vetëm qeveria 90 vende i merr. Tash nëse tha 30-40 prej këtyre shkojnë në qeveri, sepse s'kan kuadra, këta nuk e kanë bërë listën me shkollorët mesëm për shkak se kanë dashur ashtu, po s'kan, nuk kanë kuadra. Unë e kam qenë aty. Ne për me kriju listën, kemi vrapu të natën, deri në ora 3-4 natës, sepse ishte afati për mi dorëzu listat, për me përmbyll listën, sepse nuk gjenim kuadra. Në Lipjan, asnjë me fakultet nuk e kam pas në kryesi të partisë të vetëvendosjes. Njëjti rast është në për krejt komunat e Kosovës. E këtu më brengos mu, këtu më dhem, se si popullata solidarizohet, si popullata jep vot për një shtres të tillë. Unë nuk i nënçmoj ata, por ata duhet vend punën, fabrika, dikun ku e kanë vendin, jo në parlament ku vendoset fati i popullit tonë, ku vendoset legislativi, ku është organi kryesor, themelor i shtetit. Ne kemi njerëz të tillë, shkollar të mesëm nivelit që të përmendni edhe njerëz zotit Batiri, i cili vërtet është analfabet, jo funksional, për total. Edhe të tillë ka plot. Ajo më brengos edhe më dhem që edhe nëse e forman nesër
zoti Kurti qeverinë, do ta formoj sigurisht, dhe tani shtrohet pyetja, a është më mirë opozita t'ja votoj presidenten, kush do qoftë, apo ta provoj edhe një herë të shkojnë në zgjedhje, mos të zgjedhet presidentja, sepse do të jetë më mirë. Në atë kohë sigurisht nuk do të ketë mundësi të vjen diaspora, edhe del një rezultat pak a shumë. Le të fiton vetëvendosja, por s'poku të ketë koalicion, sepse të jep kuadra ose LDK-ja, ose PDK-ja të jep kuadra për udhëheqjen e shtetit, sepse vetëvendosja s'ka kuadra. E qartë. Pes nuk mundesh me bë kuadra. Pse përmendet diaspora kështu, zoti Retkoceri? Pse përmendet diaspora? Ka më shumë votues që janë këtu se sa që janë në diasporë, realisht. Ata ta bojnë kthesën, ata ta bojnë sepse Po mirë bre, po nuk është diaspora, mund të ketë një bindje politike të caktuar në një moment, po nuk është uniforme diaspora që voton vetëm një subjekt politik. Vetëm me shumicë, mjafton me votu 60% dhe ajo ta bën ndryshimin radikal të gjendjes. E pse po veçohet kështu kur flitet për vota? Pse po veçohet diaspora? A po mendoni që nuk po e njohin realitetin në Kosovë? Po nuk e njohin, fare nuk e njohin. Ata nuk e njohin realitetin as atje ku jetojnë. Sepse ai ton ditën në baushtell, ton ditën punon, edhe ai nuk ka haber, nuk ka lidhje me politikën në Kosovë dhe me gjendjen e popullatës që e kemi në Kosovë. Ata nuk janë vetëdijshëm që ne paguajmë rrymë, paguajmë fakturë të energjisë elektrike barabar me ata. Ata nuk e dinë që ne paguajmë shkollim privat barabar me ata në Ata nuk e dinë që ne paguajmë shërim në spitalet e Turqisë, të Maqedonisë e të Serbisë, sepse nuk kemi asgjë në spitalet tona. Ata nuk e dinë këto. Ata vinë 2 javë, 10 ditë ndimër edhe 2-3 javë në verë, edhe me kaq ju përfundon misioni. Ata duhet të kenë kujdes për gjendjen e popullatës këtu, sepse nëse vazhdon ky trend shumë shpejt, ne si prind do t'ju themi fëmijëve tonë, Gurbetin, ec ku të shohin syt e ec me këmbë, sepse ky vend nuk ka të ardhme. Kjo ka ndodhur që 4 vjet, 5 vjet, që janë pushtet Albin Kurti, 300.000 qytetarë e kanë shu këtë vend. Qindra e mira mjek e profesionist, inxhinier e ndërtimtar e kanë shu këtë vend. Të gjitha profesionet po ikun prej Kosovës. Kosova po zbrazet. Unë ndroj që sot në Kosovë nuk jetojnë më shumë se 1 milion banor. Por gjitha statistikat janë të rrajshme. Kosova në vitin 2030 mund t'i ketë vetëm 800.000 banor. Kjo është katastrofë demografike që mund të ndodhë shtetit tonë. Kjo nuk do t'i dohet as Albinit, as Bedriut, as Latinit, sepse s'do të kemi qytetarë. Nëse vazhdon kjo rrjedhë, sepse me smuhesh nuk i mjek. Do në me shkollu fëmin në Besen, nipin nuk e ku i shkollon, do në me zhvillu do një veprimtari ekonomike nuk i rrym, nuk i energji, dhe çka mbete tjetër të kërkosh rrugën e Gurbetit për gjetur spoku mirëqenjen e fëmijëve, para ta për të cilët luftojmë. Për ndryshe, e ardhmja e fëmijëve, e rinis, është shumë e rrezikuar. Unë e kontaktoj me 3, janë jashtëzakonisht dëshpëruar, dhe në këtë rast ka shumë, jo vetëm qytetarë të moshave, por të rini që s'ka dalë fare me votu, sepse e kanë humbur shpresën për një të ardhmen më të mirë. Tani, zoti Retkoceri, gjuha e zotit Kurti mbrëm u vlerësua në mas të madhe, edhe duke u krahasuar me gjuhën e të njëjtit politikant para disa muajve në muajin shkurt. Është pjekur politikisht? Taktizim e ka. E ka taktizim sepse e pa rezultatin, e din që mund të formoj qeverin, edhe taktizon.
çështja e presidentit nuk i intereson fare, sepse atë nuk ka me pas çare opozita pa e votu sepse nuk kanë gjendje sot me shku në votim 4 muaj, 9 muaj, edhe nuk bëri asnjë ndryshim. E lëre më për 4 muaj që mund të bëj ndryshim, tash nesër ose sot do të jap dorëheqje Lumir Abdigjiku, jam i bindur që do të jap dorëheqje edhe Aleancës Ramush Haradinaj, edhe Bedri Hamza nuk ka performu, nuk e ka ndonjë rezultat që do të vlerësu, andaj opozita në këto momente është dezorganizuar edhe ai është në gjendje tamam në këtë kohë të çante. Ai doli në formën më të mirë, ja pranoj, e uroj, bravo i qoftë, edhe në prezantim para qytetarëve, urime i qoftë, kjo është politik, vetëm urojmë që të mbledh mend, të bashkëpunoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të filloj mirë e marë ta çoj shtetin përpara, të mendoj për strukturat euroatlantike, sidomos për NATO-n, edhe pse unë dyshoj që kjo njëherë do të na inkuadrojnë në NATO se ka atë koncept. Për fat mirë e kemi formu ushtrinë më herë se as ushtrisë do të keshim edhe do të na priste një katrahur, një e keqe e madhe e cila doli nga zgjedhjet e djeshme, sepse s'po them që opozita është e mirë edhe ka ditë me punu, por së paku ta kishim një qeveri të koalicionit. Sepse do të kombinohej qeverisja edhe do të delte më mirë, por një qeveri e vetme në këtë rast e vetë vendose, sepse ajo lista guxë dhe alternativa nuk ekzistojnë, ato janë veç formalitet, nuk është mirë vendit të udhëheqet vetëm me një parti, sepse ato na shpijejnë në një rrugë pa kokë, na shpijejnë drejt një autoritarizmi që do të ketë kosto që do të mund ta përballojmë dot. Megjithatë, Kosova do të ketë qeveri. Do të ketë Mirë, institucione, është mirë, është lajm i mirë. Munguar për më shumë se një. Është lajm i mirë, o dosh me pas edhe më herët, po gabimet i kanë bërë këta zotërit opozitar, edhe o dosh nëse s'don me bua Albini, votua Albolena Haxhiun atëherë më herë start, edhe leja mundësin Kurtit, nuk do të mund ta formonte, e kish formu opozita, por këta u shpartalluan, LDK ja thonë rri në opozitë se populli ka thonë, ja çka tha populli tash, me qenë se s'hyken, edhe ja ku jemi sot. Jemi në gjendje të keqe, për fat të keq, tonin edhe të popullit ton. Përvojtur. Ju falenderoj shumë që erdhët sot. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua. Bashkë bisedojmë.